Gjesti tani është deri në datën që do shpallet dita e fundit finalja, do jetë në një luftë alla Gjesti, që dita marri edhe me atë qetësinë e tij, pavarësisht se është natyrë shumë ekspresive, po kur e shef me lojtarin, pra gjaun e vet e di që me një buzëqeshje, me një se e ka ai atë gjën e bukur në portretin e vet, atë mirësinë, atë qetësi, ka filluar të sulmoj Rozanën. Un kam dy pyetje. O këta të dy janë që në fund fare janë loj me njëri tjetrin, pra janë e din shumë mirë dhe po bën një loj me njëri tjetrin, ose Gjesti ka ardhur një moment që të filloj ta uli Rozanën, por që për mua në këtë pikë, me këtë histori, duhet të ketë shumë kujdes, sepse po ngre Rozanën. Nesër pas nesër publiku do thot, edhe ai publiku i Kosovës e gjithë do t'i thon kujdese, Kreshma është njeriu jon në fund të ditës. Nuk lejohen shumë që kur futet familja, ne jemi të ndjeshmë ndaj familjes. Këtu duhet të ketë kujdes, them Gjesti, por nga një anë them që këta të dy do ta bëjnë lojën deri në fund, sepse unë mendoj që fundi fare, dyshja fare do jetë Gjesti dhe Rozana. Dhe nuk e di pse Rozana e përballon. E di çfarë më bëri përshtypje se për të dalë te kjo që ato unë mendoj që Gjesti dhe Rozana e kanë një aleancë të fshehur. Absolutisht. Kishte thënë Gerta dje Gjestit që unë dhe ti kokë më kokë në dyshën e fundit. Nuk ka shanse. Dhe ai i kishte thënë ta harrosh dyshën e fundit, ku do të jetë Rozana. Kështu që ato e kanë planifikuar atë podin e fundit. Ata e kanë planifikuar, në mos e kanë planifikuar, shiko, ne të dy kemi qenë bashkë në Big dhe e ndjejmë, sepse është edhe ti e shikon, sepse unë e kam thënë 100% që nuk është ai që ne shikojmë 24 orë, se sa do të kemi gjithë kamerat e botës të kemi, nuk arrim atë çfarë ne ndjejmë, atë syrin, atë cepin e supit, atë lëvizjen. Kështu që ata të dy e kanë ditur që janë në një front dhe do luftojnë shumë ashpër. Dhe unë them që kjo dyshe derisa të vijë ajo nata finale, që besoj se do të jetë diku nga mesi i prillit, kështu mendoj unë. Nesër zbulohet, por që diku nga mesi i prillit do jetë, se besoj të jetë më vonë, se s'ka më aq janë dhe lojtarët, bën një matematik të shpejtë. Besoj që këta do jenë ata njerëzit që do ta mbajnë lojën gjatë, nervat e tyre sigurisht që do fillojnë do tendosen, sepse lufta për podin është gjithmonë e egër, e ashpër, tek tuk do kenë ato ëmbëlsitë e tyre, fenomenet bukura.